Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama lidhur me raportin e fundit të IBAR-it për Shqipërinë. Përmes një videomesazhi, Berisha hodhi poshtë pretendimet e kreut të qeverisë se opozita ka ndikuar në këtë proces, duke theksuar se dokumenti i Bashkimit Evropian pasqyron realitetin e hidhur që opozita ka denoncuar prej kohësh. Po sipas kreut të PD-s, raporti i miratuar në 21 maj nga grupi i punës Koela është një pasqyrë reale situatës në vend, e cila është konstatuar drejt për drejt nga 27 përfaqësuesit e vendeve anëtare gjatë vizitës së tyre në Shqipëri. Në atë raport të miratuar me datën 21 maj, opozita nuk ka shkruar asnjë fjalë. Por nga ana tjetër, do të theksoj se ai raport është pothuaj pik për pik ka trajtuar dhe ka vendosur si kushte për Shqipërinë të gjitha problemet madhore që opozita ka ngritur dhe vazhdon të ngrej para jush. Është mashtrim 2 metra gjatë se ne protestat i bëm për IBAR-in. Ne protestat i filluam në dhjetor, kur Edi Rama mori në mbrojtje për të mbrojtur vetën e tij Lui Ballukun në një akt të paprecedent. Kurse rikthehemi tek IBAR-i, jam edhe njërë shumë mirënjohës vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat ç'është të vërteta rishkruan ose amenduan atë raport me të gjitha problemet madhore që përballet sot Shqipëria, duke paraqitur në këtë mënyrë realitetin shqiptar, jo ashtu siç e mashtron, siç e trillon Edi Rama dhe siç e paraqesin lobistët e korruptuar të tij, por ashtu siç është në të vërtetë. Berisha deklaroi se përfaqësuesit e BE-s janë bindur për problemet thelbësore, siç janë sipas tij farsat elektorale, presioni mbi drejtësinë, mungesa e rolit të parlamentit dhe natyra klienteliste e ekonomisë shqiptare. Ai tha se opozita mbështet integrimin, por kërkon që ky proces të bazohet mbi meritokracinë. Grupi i punës që miratoi IBAR-in erdhi në Shqipëri me 27 përfaqësues të 27 vendeve anëtare. I konstatoi gjërat në vend. U bind se këtu zgjedhjet janë një farsë e vërtet. U bind se drejtësia është një presion dhe kontroll të madh dhe se Edi Rama mbron korrupsionin dhe nuk lejon drejtësinë në kundërshtim me kushtetutën. U bind se parlamenti nuk ka rolin që duhet të ketë në procesin e integrimit. U bind se ekonomia është ekonomi klientele dhe jo ekonomi e lirë tregu siç ishte paraqitur nga Edi Rama. Ne qëndrojmë për çdo vendim, qëndrojmë për çdo përpjekje që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian, por theksojmë se aktualisht ajo përveç kriterit gjeopolitik nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Theksojmë se ky proces në interesin më të mirë shqiptarëve dhe të Bashkimit Evropian duhet të jetë një proces i bazuar në meritën. Kryedemokrati vlerësoi se tashmë realiteti shqiptar në Bruksel është ndryshe nga ai që serviret përmes monologeve të kryeministrit, siç tha Berisha, duke cilësuar reagimin e Brukselit zyrtar si një arritje të rëndësishme për qytetarët dhe për të ardhmen europiane të vendit.